Selam hoxh, nëse urinojmë gjatë dushit, masi të lahëm, mirë marr abdes, ana pranohet abdesi. Aleikum selam. Shiko, në gjatë dushit, apo guslit, nëse njeri urinon, kur del prej aty pa abdes, domon ai gusëll i pranohet si gusëll, po jo si abdes. Pra në gjyst ka ndodhë që ka urinu, nuk mundet mu falë që ashtu me qatë gusëll. Gusëll ka, urinimi nuk e prish guslin, nuk e dëmton guslin, por e dëmton abdesin, e prish abdesin. Prandaj nëse ka marrë në fillim abdes, edhe gjatë guslit ka urinu, i është prish qaj abdesi. Ose dhe nëse s'ka marrë abdes, ka hynë banjë, ka la gojnë hundën, edhe po e lanë trupin, edhe ka ndodhë për x arsye, tash pa hynë detaje, po urinan. Pastaj po vazhdan guslin, lamjen e trupit. Në këtë rast, nëse ka dalë që ashtu, e ka kry lamjen e trupit, duhet me marë, masi ka dalë, me marë abdes apet. Pra arsye se s'mun mu falë me thonë, po në ku marë gusull, jo, se ti e ke, dhe më thonë, atë gusli që e lunë edhe rolin e abdesit, me atë urinim e ke prish atë dispozit. Çka duhet me ba? Nëse ke urinu gjatë guslit, në fund pastaj, masi ke marë guslin e ke kry, merë edhe njëherë abdes. Ose masi dalish prej banjas, i ke vesh robat, merë edhe njëherë abdes. Po besoj që kjo ka qenë qëllimi i pyetjes tane.